Blije këtë për t'u pasuruar këtë vit të ri. Tërhiq para, shëndet, fat të mirë. Largoje varfërinë nga shtëpia. Përshëndetje miq, mirë se erdhe në kanalin tim kushtuar jetës harmonike dhe prosperitetit sipas traditave të lashta indiane. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, sidomos në prag të vitit të ri, si të tërheqim pasuri, shëndet dhe fat të mirë në shtëpinë tonë duke ndjekur parimet e Vastu Shastras, shkencës së lashtë indiane të arkitekturës dhe dizajnit që balancon energjitë në hapësirën tonë jetësore. Vastu Shastra na mëson se çdo gjë rreth nesh, nga drejtimet gjeografike te objektet që vendosim në shtëpi, ndikon në rrjedhën e energjisë pozitive, të quajtur prana. Kur energjia rrjedh lirshëm, tërheqim prosperitet, harmoni familjare, shëndet të mirë dhe mbrojtje nga negativiteti. Në këtë video do të zgjerojmë 8 këshilla praktike nga një video popullore virale, duke shpjeguar pse funksionojnë ato, historinë pas tyre, përfitimet e thella dhe si t'i zbatoni saktë për rezultate maksimale. Këto nuk janë thjesht supersticione, janë bazuar në principet e 5 elementeve: toka, uji, zjarri, ajri dhe hapësira. Le të fillojmë udhëtimin ton drejt një shtëpie më të begatë. Në fund të videos do të përmbledhim gjithçka për ta bërë të lehtë zbatimin. Pika 1. Statujat e qenve. Së pari, statujat e qenve, qeni simbolizon besnikëri, mbrojtje dhe vigjilencë. Në mitologjinë indiane, qeni shoqëron perëndin Bhairava, një formë e shivës që mbron nga energjitë negative dhe shpirtrat e këqij. Vendosja e statujave të qenve, idealisht një palë, për të simbolizuar ekuilibër, në hyrjen e shtëpisë krijon një barierë energjetike kundër negativitetit që mund të hyjë nga jashtë. Kjo jo vetëm mbron familjen nga syri i keq apo invidia, por edhe forcon ndjenjen e sigurisë dhe stabilitetit emocional. Zgjidhni statuja prej bronzi ose qeramike dhe vendosini në të dyja anët e derës kryesore, duke i drejtuar nga jashtë. Pastroni rregullisht për të mbajtur energjinë të pastër. Shumë njerëz që i kanë zbatuar këtë kanë raportuar më pak konflikte familjare dhe një ndjenjë më të madhe paqeje në shtëpi. Pika 2. Statuja e Budës. Tjetra, statuja e Budës. Buda simbolizon paqen e brendshme, mençurinë dhe iluminimin shpirtëror. Në Vastu, vendosja e tij në hyrjen kryesore, mundësisht duke u drejtuar nga lindja, drejt lindjes së diellit, tërheq energji pozitive të mëngjesit, që lidhet me fillime të reja dhe prosperitet. Është thelbësore që statuja të mos prek dyshemen direkt, vendoseni në një piedestal ose tavolinë të ulët, sepse kjo tregon respekt dhe lejon rrjedhjen e lirë të energjisë poshtë saj. Pastrimi rregullisht me ujë të pastër ose temjan ndihmon në ruajtjen e vibracionit të lartë. Kjo praktik jo vetëm sjell qetësi mendore dhe redukton stresin, por edhe forcon shëndetin emocional të familjes. Në traditën budiste dhe Vastu, Buddha qesharak, Lauging Buddha, është veçanërisht i fuqishëm për të tërhequr gëzim dhe pasuri. Pika 3. Karafili. Një këshillë e thjeshtë por e fuqishme, mbajtja e 5 karafilave në xhep. Karafili ka aromë të fortë që, sipas Vastut dhe Ayurvedas, largon energjinë negative dhe tërheq prosperitet. Në disa tradita, karafili lidhet me elementin e zjarrit që aktivizon energjinë e pasurisë. Mbajtja e numrit 5, një numër i balancuar, sjell fat financiar, mbron nga humbjet dhe rrit vetbesimin gjatë negociatave apo vendimeve të rëndësishme. Ndërrojini çdo javë dhe digjni ato e vjetra për të liruar energjinë. Shumë njerëz e kombinojnë këtë me mantra për efekte më të forta. Pika 4. Piktura Vastu. Tani, pikturat sipas Vastus, një nga mënyrat më të fuqishme për të ndryshuar energjinë e një dhome. 7 kuaj që vrapojnë, simbolizojnë shpejtësinë, suksesin dhe forcën. Vendosini në murin jugor për të tërhequr pasuri dhe avancim karriere. Numri 7 është i shenjtë, që lidhet me Surya Devin. Peshq të artë reprezentojnë rrjedhën e pasurisë. Ideale në veri ose verilindje. Rrugë të drejta, sjellin mundësi të reja pune, vendosini në lindje për rritje personale. Lindja e diellit ose qiring, balancon elementin e zjarrit, veçanërisht në shtëpi me mangësi në juglindje. Zogj dhe lule, forcojnë marrëdhëniet, vendosini në perëndim ose veriperëndim për harmoni familjare. Zgjidhni piktura me ngjyra të ndritshme dhe shmangni ato me tema negative. Këto ndikojnë në ndërgjegjen dhe tërheqin vibracione pozitive.
Pika 5. Guri i bardh oval. Guri i bardh oval, një gur i thjesht kuarci ose mermeri, mbajtur në xhep shton pozitivitet dhe lumturi. Në vastu, gurët e bardh neutralizojnë negativitetin dhe amplifikojnë energjinë e hënës që lidhet me qetësinë emocionale. Kjo praktikë mbron nga stresi dhe tërheq gëzim të përditshëm. Pastroni me ujë të kripur çdo muaj. Pika 6. Patkoj i kalit. Patkoj i kalit, ose siç njihet ndryshe, patkua prej hekuri e kalit. Kjo është një nga remediet më të fuqishme dhe më të lashta në vastu shastra për mbrojtje nga energjitë negative, shpirtrat e këqij, syri i keq dhe për të tërhequr fat të mirë dhe prosperitet. Patkua ka një histori të gjatë jo vetëm në Indi, por në shumë kultura botërore. Në mitologjinë evropiane besohej se hekuri largonte shtrigat dhe shpirtrat e këqij, sepse hekuri konsiderohej metal i shenjtë që absorbonte energji negative. Në vastu shastra, patkua lidhet drejt për drejt me elementin e metalit dhe me planetin Saturn që kontrollon karmën, drejtësinë dhe pengesat në jetë. Forma e saj në ungjan me gjysmëhënën, simbol i perëndeshës Lakshmi për pasuri dhe njëherë shkap si një energjinë pozitive. Përfitimet kryesore sipas vastut janë: mbrojtje e plot nga negativiteti, largon syrin e keq, invidin, magjitë e zeza dhe energjitë e këqija që mund të hyjnë në shtëpi nga vizitorët ose ambienti jashtë. Tërheqje e pasurisë dhe stabilitetit financiar. Balancon elementet, korrigjon defektet vastu dhe hap rrugë për mundësi të reja pune ose të ardhura. Paqe dhe harmoni familjare, redukton konfliktet, stresin dhe problemet shëndetësore të lidhura me energji negative. Mbrojtje nga ndikimet astrologjike negative, veçanërisht dobishme gjatë periudhave të shanidashës, duke zbutur efektet e Saturnit. Për të pasur rezultate maksimale, është shumë e rëndësishme të zgjidhni dhe vendosni patkuan saktë. Preferohet patkua e vërtet e përdorur nga një kali i zi, sepse ka absorbuar energji nga toka dhe kafsha, duke e bërë më të fuqishme. Patkua të reja ose artificiale kanë efekt më të dobët. Materiali, hekur i zi ose i oxiduar natyrshëm. Vendosja kryesore, si përderës kryesore të hyrjes nga jashtë në mënyrë që të bllokojë negativitetin para se të hyjë. Drejtimi, shumica e ekspertëve të vastu këshillojnë hapjen lart, forma O, që energjia pozitive të mblidhet si në një tas dhe të mos rrjedh jashtë. Kjo tërheq pasuri dhe fat. Disa thonë hapjen poshtë për të derdhur fat mbi ata që hyjnë, por varianti lart është më i rekomanduar për korrigjim vastu. Drejtimet më të mira, veçanërisht efektive për dyrë që shohin veri perëndim ose perëndim. Nëse shtëpia ka defekte në jugperëndim, mund të vendoset edhe aty. Para vendosjes, bëni një ritual të thjeshtë për të aktivizuar. Lajeni me ujë të shenjtë ujë me krip deti. Ndizni temjan ose një dia, lam vaj dhe thoni një mantra si për të qetësuar shanin. Vendoseni në një të shtunë dikte Saturnit për energji më të fortë. Shumë njerëz që e kanë zbatuar këtë kanë raportuar ndryshime të mëdha, më pak probleme financiare, më shumë paqe në shtëpi dhe një ndjenjë sigurie. Është një remedie e thjeshtë, por jashtëzakonisht efektive, sidomos nëse kombinoni me këshillat e tjera nga videoja. Kujdes, mos e vendosni brenda shtëpisë ose në vende të ulta, humb fuqinë. Ndërrojeni nëse oksidohet shumë ose pas disa vitesh. Pika 7. Zilet e erës. Zilet e erës sjellin tinguj harmonik që pastrojnë energjinë. Metalike për veri, perëndim dhe veri perëndim tërheqin pasuri. Prej druri për juglindje, lindje dhe jug, balancon rritjen, shmangini në zona pune, ngrënie ose gjumi për të mos bllokuar energjinë. Numri i shufrave, 6 ose 8 për fat. Pika 8. Akuariumet me peshë. Së fundmi, akuariumi. Uji i rrjedhës dhe lëvizja e peshëve gjeneron energji pozitive. Vendoseni në verilindje ose veri me 9 peshë, 8 të artë, një i zi për prosperitet. Korrigjon defektet vastu dhe tërheq lumturi. Mbani të pastër për rezultate optimale. Përfundim. Miq, këto këshilla nga vastu shastra krijojnë një mjedis harmonik që tërheq pasuri, shëndet dhe fat. Zbatoni gradualisht dhe shikoni ndryshimet. Viti i ri është mundësi e përsosur për fillim të ri. Nëse ju pëlqeu videoja, bëni like dhe subscribe dhe komentoni cilën pikë do të provoni së pari.
Bekime të mëdha për ju dhe familjen tuaj.